Thellohet edhe më tej skandali pas aksidentit tragjik te Lungomare në Vlorë, ku humbi jetën 18 vjeçari Kristi Panajoti, e mbeti i plagosur drejtuesi i mjetit 21 vjeçari Petrash Bejaj. 4 ditë më pas, vjet në pranga shefi i hetimit të ngjarjes, që akuzohet për presion ndaj 21 vjeçarit të plagosur. Ka qenë një mesazh telefonik dërguar ministrit të Brendshëm Sajmir Tahiri nga babai i viktimës Renato Panajoti, që solli nisjen e hetimit ndaj komisar Muslim Ismailaj, 55 vjeç, me detyrë shefi i seksionit për hetimin e ngjarjeve të qarkullimit rrugor në policinë e Vlorës. Ai është thirrur në orët e para të mëngjesit të kësaj të mërkure në komisariat, ku edhe janë vënë prangat. Ismailaj akuzohet se ushtroi presion ndaj të plagosurit Petrash Bejaj, 21 vjeç, duke kërkuar që ai të deklaronte se kishte probleme me shikimin. Kjo pasi i plagosuri ka syt me ngjyra të ndryshme, e diagnostikuar si heterokromia iridum, por që familjarët dhe mjekët konfirmojnë se kjo nuk ndikon në aftësinë e të parit. Sipas hetimeve në datën 29 nëntor 2016 rreth orës 10, Ismailaj ka hyrë në ambientet e dhomës së spitalit ku ndodhej i shtruar shtetasi i plagosur në aksident, PB, dhe pasi kanë nxjerrë familjarët nga dhoma, i ka kërkuar këtij të fundit të deklarojë se ka probleme me shikimin. Sipas policisë, Ismailaj ka tentuar të favorizonte kompaninë e ndërtimit të rrugës për të mos lejuar që ajo të deklarohet shkaktare e aksidentit. Kjo për të devijuar hetimin se shkak i aksidentit ka qenë shikimi i dobët i drejtuesit të mjetit dhe jo mungesa e sinjalistikës rrugore në vendin e aksidentit, duke ushtruar presion ndaj të riut dhe tentuar të favorizojë firmën e ndërtimit në rrugë. Ndërkohë, gjykata e Vlorës ka përcaktuar masën e sigurisë arrest shtëpie me mbikëqyrje elektronike për Bejajn, i cili drejtonte mjetin tip BMW që u aksidentua. Seanca e masës së sigurisë u zhvillua në dhomën e spitalit ku ndodhet i shtruar pas aksidentit tragjik. Prokuroria kërkoi arrest me burg për 21 vjeçarin nën akuzën e shkeljes së rregullave të qarkullimit rrugor. Bejaj ka disa dëmtime të rënda trupore si thyrje të hundës, para krahut dhe pjesës së kockës së legenit.